Dratë parë doja të falenderoja për ftesën. Nuk është e lehtë sot në situatën politike që ka vendi të gjesh media në cilën mund të shprehësh lirshëm mendimin tënd, qofshin mendime pro pushtetit, qofshin mendime kundër pushtetit. Ka goxha pengesa, unë do doja që nisma jon, idetë tona që duam transmetojmë të ishin ide që të ishin për të mirën e shoqërisë dhe nga gjithë mediat, qofshin media opozitare, qofshin media pro pushtetit, të trajtoheshin me një qasje pozitive, sepse nuk ka asnjë gjë të keqe që të ketë grupime personash të rinj ose jo, që kanë disa mendime ndryshe brenda një force politike dhe që duan t'i transmetojnë këto mendime, qofshin këto të sakta, qofshin të gabuara. Dhe sot them me keqardhje që gjendemi përpara një lloji censure që është pothuajse nga të gjithë polet. Unë kam filluar aktivitetin politik, kam qenë student, bëhet fjalë për vitin 2013-2014, forcat politike sapo dolin në opozitë dhe është një histori goxha interesante. Ishim thjesht me një grup shokësh, diskutonim gjatë periudhës që ishim student rreth politikës, ishim gjithë me bindje djatha dhe aty unë i propozova, i thash çuna shok, pse mos të angazhohemi tani politikisht, është momenti i dur duke qenë se forca politike sapo ka kaluar në opozitë, ato kanë nevojë për trinj, kanë nevojë për mbështetje, për ndihmë, por në të njëjtën kohë, logjikisht në momentin që partia është në opozitë do kemi edhe më shumë hapësira, sepse dihej që në momentin që partia ishte në pushtet, do ishte shumë e vështirë që të gjenim hapësira, të krijonim hapësira për të vlerësuar punën dhe kontributin e secilit. Në momentin që Partia Demokratike doli në opozitë, u bën atëherë zgjedhjet mes të Ndirit Oldashi dhe Lulzim Bashës. Ne nuk kemi qenë prezent në atë garë, po jemi atashuar me njëherë. Dhe kam patur dhe një histori goxha interesante, sepse në mbledhjen e parë të forumit rinor në cilin u angazhova dhe më përjashtuan. Nuk do futem shumë në për detaje, po thjesht dash një mendim për një tematikë dhe nuk më mor mirë, më mor si konkurrencë ndaj elitës drejtuese dhe u ndjeva i zhgënjur patjetër. Në 2021, pasi humbëm zgjedhjet e pushtetit qendror, nis foltorja nga pjesa e doktor Berishës, kam qenë një ndër të parë që ka dalë hapur me qëndrim të qartë, pasi u konsultova dhe me bazën dhe me bashkëpunëtorët që kishin forumin rinor, dhe kemi qenë ndër të parë që kemi mbështetur idetë e foltores, idenë për të ndërtuar një parti demokratike konservatore, një parti demokratike që ka më shumë meritokraci, një parti demokratike që ka më shumë rregulla dhe një parti demokratike që është për qytetarët, për demokratët dhe jo për interese individuale të personave. Po, kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm, jo të përditshëm, por në momentin që duhet bëheshin aktivitete të rëndësishme, patjetër që po. Edhe kemi bërë një punë goxha serioze dhe kemi qenë kushte goxha të vështira, sepse ishim gjithë në kërcënimin e karrierës, sepse gjithë në momentin që do mbanim një pozicion, gjithë na u tha qartë që nëse doni të bëni karrierë brenda Partisë Demokratike, duhet mbani qëndrim pro ish-liderit Basha. Gjithë ne kërkonin që të respektonim hierarkinë dhe shumë diskutime të tjera, përfshirë edhe cënime dhe kërcënime që u detyruam t'i zgjidhim vetë dhe t'i trajtojmë vetë, por kishim bindje të vërtet tek ajo që po bënim, tek idetë që po tentonim transmetonim, tek ndryshimi që donim të bënim brenda kampit opozitar dhe brenda Partisë Demokratike, kështu që rezistuam dhe bëm një ndryshim, mendoj unë, historik dhe në të mirë të gjithë demokratëve. Unë mendoj që duke patur parasysh regjimin në cilin ndodhemi, një regjim në cilin kemi krimin në mënyrë të përditshme në fushat elektorale, një regjim në cilin administratën shtetërore
përdor në mënyrën më banale të mundshme. Në fushatë zgjedhore futet dhe blen vota në mënyrë masive. Vazhdon me pjesën e lejeve të ndërtimit, me legalizimet, me faljen e faturave të ujit, dritave dhe shumë abuzime tjera që manipulojnë rezultatin. Përpjekja jone e parë dhe dëshira e parë që ishte për sa i përket foltorës ishte që të kishim një ndryshim brenda Partisë Demokratike. Kështu që unë tek foltorja që nisëm, objektivi i parë quhej të realizuar në kontekstin që patëm një ndryshim të liderit kryetarit partisë, por më pas kishim shumë sfida të tjera. Nisja ishte shumë e mirë me një kuvend kombëtar, me disa rregulla që po vendosnim, me garën e Durrësit që u bën në 2022 dhe në qytete tjera, me kandidat të atëhershëm Ardian Muka, që ka qenë një ndër fushatat më model që kemi bërë, sepse ishte një lloj fushate në cilën njerëzit ishin të qartë, mundësitë për të fituar ishin shumë tulta. Financimi ishte, si më thon, simbolik, po ne po e bënim gjën me shpirt, me pastërti dhe kishim një lloj uniteti, një lloj bashkimi që nuk e kemi pas ndonjëherë në për fushatat të tjera. Realisht ka qenë fushata më e bukur elektorale që kanë bërë, paktën në këto 14 vite, 13 vite aktivitet politik që po kam, ka qenë ajo e 2022-shit. Dhe foltorja pati disa efekte pozitive, pra ndryshoi kryetarin e partisë, na dha një lloj bashkimi uniteti pavarësisht vështirësive dhe handikapit të madh që politik që po kishim në vend, dhe nuk e quaj që ishte diçka që nuk pati realizime. Po ndërkohë pati çdime të tjera. Që Rama i bën abuzime të fushat elektorale është reale dhe është e padiskutueshme. Që bandat i kemi çdo ditë në terren dhe që manipulojnë rezultatet zgjedhore. Dhe pavarësisht se mund të duket e pamundur që dhe është e vërtetë e pamundur që 1 milion vota të manipulohen, po ti futesh detajeve është goxha e thjeshtë për tu analizuar. Po marr vetëm qytetin e Durrësit, i cili ka 330 ose 340 kuti. Partia Socialiste për të ndryshuar rezultatin ka nevojë për të ndërhyrë në 10 deri në 30 votues për secilën kuti. Pra, 10 votues, po marrim 30 votues nga Partia Demokratike, kalojnë tek Partia Socialiste. Shumëzohet me 340 kuti, po flasim për rreth 9000 vota që kalojnë nga Partia Demokratike, kalojnë tek Partia Socialiste. Dhe rezultati nga 8-6 që mund dali për Partinë Demokratike shkon 8-6 për Partinë Socialiste, duke krijuar një avantazh me 2 mandate. Imagjinoni tani në 12 qarqet që Partia Socialiste fiton 1 ose 2 mandate dhe krijohet ky ndryshim i madh në rezultat dhe del Rama dhe qeveria e tij me 84 mandate, 83 mandate. Ndërkohë që realisht duhet të jetë diku tek 67-68. Pra është lëvizje shumë të vogla që bëhen në çdo kuti, në çdo lagje ku ato të fortit ndërhyjnë dhe manipulojnë rezultatin që sjell edhe këtë rezultat të Ramës. Përveç përdorimit të administratës, e gjobat që falen e çdo gjë tjetër. Po thelbi i kauzës që un kam dhe që mendoj që është esenciale për Partinë Demokratike është që ne duhet ta shikojmë gjën në tërësinë e saj. Pra kemi një regjim që abuzon, po kemi edhe ne disa gabime që kemi bërë në të shkuarën dhe duhet minimumi të marrim guximin të mendojmë si një parti demokratike europiane dhe si një parti demokratike që shikon drejt të ardhmes. Kështu që nuk gjykoj që nuk ka asgjë të keqe nëse vlerësojmë se çfarë gabimesh janë bërë dhe çfarë mund të përmirësohet. Gjithmonë në të mirë të forcës politike dhe në të mirë të popullit opozitar që realisht është lodhur se u bë kaq shumë vite që na ndjek dhe nuk kanë faj dhe nuk e kanë të lehtë na suportojnë më siç e kishin dhe më përpara. I lehtë nuk është, unë ditë them dhe garantoj që unë do vazhdoj me të njëjtën këmbgulje që kam vazhduar aktivitetin tim politik përpara, me të njëjtin këmbgulje që kam vazhduar angazhimin në foltorën e parë të doktor Berishës. Ne në thelb jemi në kuptimin e mirë nxënës politik të doktor Berishës dhe doktor Berisha na ka mësuar shumë mirë, na ka mësuar të mos dorëzohemi, pavarësisht se mund të shikojmë edhe statistikat kundër nesh, por në momentin që diçka e besojmë vërtet të vazhdojmë dhe të shkojmë deri në fund, kështu që unë jam i bindur që nga
kjo rrugë nuk do të tërhiqem, por do vazhdoj përpara, gjithmonë në të mirë të asaj që unë besoj se është më e mirë e kësaj forcës politike dhe e opozitarëve në vend. Për sa i përket leadershipit, momentalisht jam deri diku i zhgënjur për mënyrën se si është trajtuar situata, pasi nisma në thelb, unë nis për të sjellë një lloj risie brenda Partisë Demokratike, për të kërkuar një ripërtëritje të forcës politike, për të kuptuar çfarë gabimesh kemi bërë, dhe ka disa gabime që janë evidente. Po marr kodin zgjedhor. Mbyllja e listave në çdo libër të shkencave politike e qartëson, mbyllja e listave redukton numrin e votuesve. Nëse numri i votuesve reduktohet, pushteti gjithmonë avantazhohet, sepse ka gjithë mekanizmat për kontaktuar sa më shumë njerëz dhe për të maksimizuar rezultatin e tij. Mbyllja e listave për vendimin tim ishte një vendim shumë i gabuar. Mund të kishim pranuar patjetër për çdo qark një person në listë të mbyllur, edhe është e logjikshme duke qenë se kryetari i partisë e ka të domosdoshme që të delegojë detyra në për qarqe të ndryshme, por jo të mbyllet 30% e listave. Edhe duke mbyllur 30% të listave, listat e hapura që ishin në garën e 2025-s ishin shumë të demoralizuara për të performuar në mënyrë maksimale. Duke qenë se mundësitë për të hyrë, edhe nëse dilnin të parët në listë ishin shumë të ulta. Kështu që kjo ishte dëmi i parë ose gabimi i parë strategjik që u ndërmor. E dyta është pjesa e koalicioneve parazgjedhore. Në qytetin e Durrësit, në qarkun e Durrësit, në 2021 për 120 vota ne kemi humbur mandatin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pra, doli nga 8-6 që doli në favor të Partisë Socialiste, qyteti do dilte 7-7, vetëm prej problematikës së koalicioneve parazgjedhore. Kjo ka ndodhur në minimumi 5 ose 6 qarqe të tjera. Kështu që ishte diçka shumë e qartë dhe ne duhet bënim një betejë politike për të ndryshuar koalicionet parazgjedhore. Unë të them vërtetën, nuk është se ne jam deri i sulmuar personalisht, sepse baza u bën vite, më njeh mirë, i njoh mirë, i du shumë, edhe mendoj se nëse s'm duan shumë, minimumi më respektojnë. Kështu që edhe kanë kuptuar që kur flas gjithmonë në interes përbashkët. Nuk është se flas thjesht për interes personal. Kështu që personalisht nuk jam deri i cënuar. Patjetër që mund të kem pas komente, njerëz që kanë patur mendim ndryshe, por ka qenë kënaqësi realisht që të diskutoj edhe me ta, se unë këtë po kërkoj. Tek pjesa e bazës, nëse i takon në mënyrë personale, është 99.9% e bazës janë me mentalitetin që punët nuk i kemi bërë siç duhet. Duhet të evidentojmë gabimet dhe të bëjmë përmirësime. Dhe nëse nuk bëjmë përmirësime, vetëm i zgjasim pushtetin Edi Ramës me gjithë grupin e tij njerëz të korruptuar. Kështu që qasja në bazë njerëzit kërkojnë që të ketë seriozitet edhe të ketë ndryshim. Pastaj ka njerëz që dalin hapur për këtë pjesë dhe shprehen në mënyrë të hapur, ka edhe të tjerë që prej eksperiencës nuk i gjykoj, sepse ne kaluam një përplasje goxha të fortë Basha Berisha dhe ishte një nga përplasjet më të vështira, ishte 2 vjet ose 3 vjet punë për ta rimbledhur Partinë Demokratike dhe për ta riorganizuar, ishte goxha e vështirë, kështu që ka dhe njerëz që për të shmangur këtë lloj përplasje janë më të rezervuar dhe nuk flasin hapur. Nëse është qasja që nuk duam t'ju dëgjojmë, bëjmë sikur ju dëgjojmë, po në fakt nuk zbatojmë asgjë. Nëse është qasja, ne ju përjashtojmë dhe nuk pranojmë mendimin tuaj, unë mendoj që kjo e dëmton forcën politike, nuk e forcon. Sepse ndoshta Artioni mund të prej bindjes që ka, bindjes djathtë, ndoshta edhe mund të reaktivizohet mbrapa, po ke 10 të tjerë, 100 të tjerë që nuk të vinë më vetëm prej kësaj pakënaqësie, kësaj mbylljeje në mentalitet, në mendime që po diskutohet brenda forcës politike. E para,
një mendim ndryshe që ka patur, ka qenë pjesa që tek lëvizjet që po bëjmë tani me Salianin, e kanë vlerësuar si jo koherencë dhe i kanë pyetur ku qëndron jo koherenca. Dhe më kanë thënë ti ke dalë ndër të parët në mbështetje të Berishës në foltoren e parë të 2022-shit. Dhe ne të kemi vlerësuar si një njeri që je shumë afër dhe që je i gatshëm të bësh luftë politike për të në çdo momenti që të jetë e nevojshme. Dhe ne kemi vlerësuar që edhe në këtë situatë duhet të vazhdojë prapë në krah të Berishës. Dhe unë i kam thënë, i mban mend argumentat sepse u ngritëm atëherë. Ne u ngritëm atëherë sepse kishim një lider që nuk po pranonte përgjegjësi, kishim një lider që nuk kishte efikasitet, kishim shumë gabime brenda Partisë Demokratike, kishim emërime, nuk kishim zgjedhje, kishim shumë problematika, pra ishin idet që po na bashkonin për të sjellë një ndryshim brenda forcës politike. Dhe në situatën konkrete aktuale që jemi, unë po mbaj një qëndrim kundër interesave ndoshta edhe personale, se mund ta kisha shumë më thjesht që bëja një takim tek zyra e doktorit, kërkoja një takim, të betohesha për besnikëri, ta kisha shumë më thjesht pjesën e angazhimit politik dhe me shpresën se mund të kisha edhe më shumë sukses në vështrimin e karrierës forcës politike. Po çfarë është koherencë? Koherencë do të thoshë thjesht koherencë ndaj ideve, jo ndaj individit. Nëse individi ka një ide të drejtë dhe të mirë për forcën tonë, patjetër është për të mbështetur. Nëse nisma ose mënyra se si po e trajton një individ situatën në cilën ndodhemi është e gabuar dhe është e dëmshme për forcën politike, më e mirë është i themi të vërtetë dhe mos ja bëjmë qefin kot. Se nëse ne vazhdojmë ta bëjmë qefin, individi vazhdon me të njëjtën mënyrë dhe dëmi vazhdon edhe zmadhohet edhe më tepër. Kështu që në situatën aktuale unë jam i bindur që kam patur koherencë për sa i përket foltores parë të Berishës në raport me ish-kryetarin Basha, edhe në situatën aktuale unë jam i bindur që jam shumë koherent, nuk po lëshoj sulme individuale ndaj kryetarit të partisë, duke qenë se është figurë historike, legjendare dhe në paktën unë sa të marr frymën atë nuk do ta shaj kurrë. Por të vërtetat marr angazhim personal edhe publik do ja them sepse janë të vërteta që janë në interes të përbashkët. Nuk janë të vërteta që janë interesin tim personal ose të dikujt tjetër. Kështu që unë koherencë në politikë quaj individ dhe njerëz që i qëndrojnë ideve të tyre, mendimeve të tyre dhe i thojnë ato të vërteta pavarësisht se kë kanë përballë. Në rastin konkret kemi përballë doktor Berishën dhe ne do ja themi të vërtetat ashtu siç janë, pa na u drill çerpiku. Tani hapësira komunikimi kemi, se ne në fundit jemi demokrat, nuk jemi armiq, as në kontekstin personal, po as në kontekstin politik. Kështu që unë personalisht nuk ma bën, si më thon, goja ti sulmoj, sepse ato janë demokrat, janë bashkëvuajtës tanët. Qofshin njerëz leadershipit, qofshin edhe njerëz në bazë që kanë mendim të kundërt me timin. Kështu që unë nuk mund të hedh shkelma dhe sulme ndaj personave që unë i kam patur në krah nëpër protesta, me gaz lojëciellës, nëpër fushata zgjedhore, në situatat më të vështira që mund të kem kaluar dhe unë në jetën time politike, po shpeshherë edhe në tërësi si individ, situatat më të vështira në jetë i kanë patur në politik, sepse aty kalon në tërësinë më të madhe, në presionin më të madh, në situatat më dinamike dhe më të vështira për të kaluar. Kështu që ato janë njerëzit tanë dhe unë nuk mendoj që është gjua duhur, gjua e urrëties ndaj tyre, gjua e baltelljes. Patjetër që për tyre ka njerëz që e kanë bërë, pra për gjitha termat që përdorën përpara, por që unë kam vendosur mos ta bëj. Pra nuk do përdor një të ngjyrë. Unë mendoj që e ardhmja e Partisë Demokratike është një parti demokratike ku ka komunikim, e ardhmja e Partisë Demokratike është një parti demokratike ku ka seriozitet, ku ka burrëri në fjalët e dhëna, po dhe në marrëveshjet e bëra. E ardhmja e Partisë Demokratike është një parti ku ka një statut dhe një grup rregullash që janë libra të shenjtë për forcën politike, janë Kur'an,
janë Bibla që ne nuk duhet guxonim kurrë që ti shkelim dhe ti keq trajtojmë. Kemi një përgjegjësi dhe i barë shumë të rëndë, që është gjithë shqiptarët synt nga ne i kanë. Ne po shikojmë qartë, forcat e reja politike kanë ide, nuk është se s'kanë ide, po nuk kanë forcë për të shtyrë këto ide. Kështu që mbetet që këto ndryshime të mëdha i bëj Partia Demokratike, po që të arrijmë të prodhojmë forcën maksimale të kësaj force politike, duhet që së pari të jemi të drejtë, të vërtet me njëri tjetrin, dhe mbi të gjitha se ka dhe një element që doja të shtoj është të qëndrojmë dhe ideve për cilat dalin publikisht. Ne po themi jemi forcë politike konservatore, jemi pro familjes, jemi për besimin në Zot, jemi për pronën, po jemi dhe për meritokraci. Po si mund dalim ne të pretendojmë që jemi për meritokraci në momenti që nuk ka meritokraci brenda llojit? Ne jemi forcë konservatore, konservatorizmi në themelet e saj ka zgjedhjet e lira të pastra. Po si mund të pretendojmë ne për zgjedhjet lira të pastra ndaj Ramës, që dihet që është diktator abuzues, në momentin që ne nuk arrim bëjmë dot zgjedhje të pastra dhe të lira brenda Partisë Demokratike. Kështu që ne duhet të arrijmë të prodhojmë një ofertë të sinqertë para shqiptarëve, se shqiptarët nuk janë budallëk. Sot është epoka e informacionit. Sot një mbledhje mund ta bësh brenda forcës politike, e bëre në mënyrë të gabuar, e merr vesh jo vetëm qyteti yt, po e merr vesh gjithë Shqipëria, e marrin vesh dhe shqiptarët në Amerikë që na kontaktojnë, na pyesin çfarë ndodhi. Kështu që është përgjegjësi shumë e madhe, unë mendoj që bëhet, mendoj që mund të realizohet, por që do të jemi pak mendje hapur të gjithë.